Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjeku me urdhër të prerë. Mos e përdorni kamomilin nëse vuani nga këto sëmundje. Kamomili është të përdorur si ilaç tradicional premirave i tesh për të qetësuar ankthin, për të qetësuar dhimbjet e barkut. Ai është konsideruar si një bimë e sigurt dhe është përdorur në shumë kultura. Disa studime kanë treguar se kamomili përdoret në kombinim me bimë të tjera dhe mund të ketë shumë përfitime në dobi të shëndetit tuaj. Por ka disa raste kur nuk duhet ta merrni, pasi mund të sjellë këto efekte negative për shëndetin tuaj sipas WebMed. Shumë ekspertë thonë se kamomili është i sigurt. Në doza të larta mund të shkaktojë dridhje dhe të vjella. Ka potencialin që të nxjisë edhe reaksionet alergjike te personat të cilët janë alergjik ndaj bimëve të familjes së margaritës, edhe pse këto reaksione janë shumë të rralla, shmangeni nëse jeni alergjik ndaj këtyre bimëve si kamomil, kumaku, gjithashtu edhe margarita. Kremrat e lëkurës me kamomil mund të shkaktojnë ekzema alergjike dhe të irritojnë syt. Efektet e përdorimit të gjatë të kamomilit nuk dihen ende, citon health.com. Flisni me mjekun tuaj përpara se të përdorni kamomil nëse keni një problem shëndetësor. Kamomili përmban një sasi të vogël të kuomarinës që mund të ketë efekte shumë të lehta në ullimin e gjakut, por zakonisht vetëm në doza të larta për përthithje të gjata kohore. Mos përdorni kamomil 2 javë para një operacioni të planifikuar, pasi mund të kundërveprojë me ilaçet për anestezinë. Kundërveprimet e kamomilit mund të jenë të ndryshme. Nëse merrni ilaçe rregullisht, flisni me mjekun përpara se të përdorni suplementet të kamomilit. Ato mund të kundërveprojnë me sedativët, holluesit e gjakut, ilaçet antiplatet, aspirina dhe ilaçe në lehtësimin e dhimbjeve. Kamomili mund të kundërveprojë gjithashtu me suplementet si ginkgo dhe hudhra e të tjera. Duke qenë se nuk ka shumë informacione rreth përdorimeve të tij, ekspertët nuk e rekomandojnë kamomilin te grashtat zana ose ato që ushqejnë fëmijën me gji. Flisni me pediatrin përpara se të jepni kamomil të vegjëlve tuaj. Gjithashtu është e rëndësishme që çdo gjë të përdoret brenda normës për të evituar kështu edhe problematikat e mundshme të shëndetit tuaj. Nëse e përdorni vazhdimisht si duhet, dhe nëse flisni me mjekun tuaj nëse merrni medikamente ose keni shqetësime të ndryshme të imunitetit, atëherë kamomili nuk do të ketë efekte negative. Përfitimet që do ju vinë nga përdorimi i kësaj bime do të jenë të larta. Sipas ekspertëve, çaji i kamomilit është përdorur prekosh në trajtimin e problemeve të pagjumësisë, por ullëntuesit tregojnë se kjo bimë është e dobishme dhe gjithashtu ndihmon edhe në zbutjen e ndjenjave. Ekspertët vazhdimisht e cilësojnë atë si një nga produktet më fitimprurse për shëndetin, në mbajtjen larg të këtyre komplikacioneve dhe mbi të gjitha në rritjen e rezistencës së trupit. Kur pini një filxhan me çaj kamomili pas darke, mund të ndjeheni më të relaksuar dhe gati për të fjetur, por nuk është vetëm lëngu i kamomilit dhe aroma e tij qetësuese që jep përfitimet. Kamomili ka veti të mira që ndihmojnë në përmirësimin e cilësisë së gjumit dhe të humorit, mbështet shëndetin e kockave dhe lehtëson dhimbjet. Ai ndihmon me pagjumësinë. Çaji i kamomilit është përdorur prekosh në trajtimin e pagjumësisë. Kjo për shkak se kamomili përmban apigeninë, e cila është një flavonoid. Flavonoidët janë kimikate që u japin bimëve ngjyrën me bollëk të antioksidantëve dhe ndihmojnë trupin të luftojnë toksinat. Ai ruan gjithashtu edhe shëndetin e kockave. Çaji i kamomilit është i mirë për shëndetin e kockave sepse flavonoidët në kamomil ndihmojnë kockat të riparohen dhe të rriten. Gjithashtu kamomili mund të ndihmojë në rregullimin e aktiviteteve të shëndetshme të ndërtimit të kockave. Ky zbulim mund të jetë veçanërisht i rëndësishëm për gratë që janë të prirura ndaj osteoporozës, në menopauzë, në reduktimin e estrogjenit dhe humbjen kockore. Lehtëson dhimbjet menstruale. Deri në 93% të grave mund të përjetojnë dhimbje menstruale gjatë jetës së tyre, dhe çaji i kamomilit mund të jetë një zgjidhje për këtë problem. Pije të ngrohta dhe qetësuese mund të lehtësojnë dhimbjen. Megjithatë, kamomili është më i mirë sepse si energjiku dhe barishtet e tjera kanë efekte antispazmatike strukturore dhe kamomili përmban aminoacide që lehtësojnë dhe relaksojnë gjendjen tuaj. Ai ndihmon edhe me gjendjen e ankthit.
Kamomili është i mirë për ankthin kryesisht edhe për shkak të efekteve të tij në simptomat e gjendjes, duke përmirësuar gjumin, duke relaksuar muskujt, duke ulur presionin e gjakut dhe duke mundësuar një gjendje relaksi. Ju mund të reduktoni simptomat e ankthit si pagjumësia dhe nervozizmi. Ndaj konsumi rregullt i tij do t'ju japë rezultate të shkëlqyera për shëndetin tuaj. Që të keni shëndet më të mirë, tretje të duhur është një proces vendimtar i trupit. Kamomili besohet se ka efekte që promovojnë përmirësimin e tretjes dhe zvogëlojnë problemet gastrointestinale. Kjo për shkak se është antispazmatik, që do të thotë se çaji i kamomilit ndihmon në refluksin e acidit. Disa studime kanë treguar se mund të parandalojë ulçrat e stomakut duke penguar rritjen e bakterieve që kontribuojnë në zhvillimin e ulçrave. Kamomili gjithashtu mund të zvogëlojë aciditetin në stomak dhe të qetësojë stomakun tuaj edhe për të shmangur probleme të tilla si diarrea dhe problemet të ngjashme me të. Kamomili është një zgjidhje produktive në dobi të shëndetit. Lehtësimet që ai do të ofrojë në shëndetin tuaj do ta kthejnë në një aleat të çmuar për organizmin dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Kamomili mund të jetë një zgjidhje sidomos për personat që vuajnë vazhdimisht nga ankthi. Nëse luftoni me stresin dhe ankthin, çaji i kamomilit mund t'ju ndihmojë potencialisht. Kamomili përmban apigenina, të cilat kanë treguar efektet e tyre të ngjashme me ilaçet kundër ankthit. Thuhet se kamomili ndihmon në disponim dhe në ankth, duke rritur pozitivisht edhe efektet e neurotransmetuesve në tru, duke sjellë kështu rezultate të kënaqshme në dobi të shëndetit tuaj. Kamomili mund të përmirësojë ndjeshëm edhe shëndetin tuaj të zemrës. Një zemër e shëndetshme është e përkthyer në funksione optimale të gjitha funksioneve të tjera të trupit. Është me të vërtetë thelbësore për shëndetin e mirë të përgjithshëm. A i dini se çaji i kamomilit mund të ndihmojë në përmirësimin e gjendjeve të funksionit të zemrës? Kamomili përmban antioksidant të veçantë flavonoide që ulin ndjeshëm kolesterolin dhe presionin e gjakut, duke çuar kështu në një zemër të shëndetshme. Siç u përmend më herët, veti qetësuese të çajit të kamomilit ulin stresin dhe ankthin, të cilat janë gjithashtu faktorët më të mirë të shëndetit tuaj. Ai mund të mbrojë potencialisht kundër problemeve të caktuara dhe të ndihmojë gjithashtu edhe në rritjen e vlerave të trupit. Kamomili ka disa veti që mund të jenë të dobishme në aspekte të ndryshme të jetës suaj, të ndikojë pozitivisht në rritjen e vlerave të trupit dhe mbi të gjitha të ndikojë në rritjen e rezistencës së tij. Nëse doni që të keni më shumë përfitime nga kjo bime veçantë, atëherë kamomili duhet të jetë pjesë e pandare dietave tuaja. Kryesisht këshillohet të përdoren 1 deri në 2 filxhan kamomili në ditë, por jo më shumë. Dhe gjithashtu, ai mund të jetë një zgjidhje produktive shumë e rëndësishme kundër shqetësimeve të ankthit dhe problemeve të tij. Konsumi i kamomilit në këtë lloj forme mund të jetë një mburojë mirë për organizmin tuaj. Rezultatet kanë treguar se kamomili do të ofrojë një nxitje më të mirë të organizmit tuaj, prandaj e cilësojnë atë edhe si një zgjidhje kundër pagjumësisë. Çaji i kamomilit dhe varietetet e tij të ngjashme përdoren gjithësisht për qetësinë e tyre që ofrojnë. Megjithatë, efektiviteti i kamomilit si një ndihmës për gjumin mund të jetë një zgjidhje mjaft e mirë për çështjen tuaj. Nuk mund të themi se kamomili është një recetë për ftohjen, por ai qetëson ndjeshëm shqetësimet tuaja dhe shkakton një nxitje më të mirë të imunitetit. Kështu, përdorimet e tij në dietën tuaj do të nxisin edhe një organizëm më të shëndetshëm dhe do të mbajë larg gjithashtu komplikacionet të ngjashme. Ndryshe nga çaji i jeshil ose çaji i zi, kamomili vjen nga një lule e bukur e cila ka aftësinë të qetësojë dhe të nxjisë gjumin. Lulja përmban flavonoide që janë pjesërisht përgjegjëse për nxitjen e gjumit. Çaji i kamomilit me aromë të fortë të ngjashme me mollët është i shijshëm dhe ka vlera terapeutike. Lulja e thatë e kamomilit lufton inflamacionin, mykun, ulçërën dhe përmban shumë antioksidant. Në këtë video do ju tregojmë se si çaji i kamomilit mund të përmirësojë gjendjen tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj t'i bënit like.
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.